këtë pjesë që është bërë ditur edhe nga institucionet amerikane, unë mendoj që minimumi ka vepra penale sipas ligjit shqiptar. Pra nuk mund të lobosh sipas ligjit amerikan për të zhbërë vendime ekzekutive. Pra i bie që korrupton shtetin amerikan. Ti mund të lobosh suporte ndryshme për ndikuar në politikat jashtme, po të zhbësh vendime ekzekutive. Këtu na e shitën me fjalë sikur do zhbëj non grata, pastaj ndruan disa herë terminologjinë e kontratës, se e pan dhe vetë kishin gabuar. Ishin nxitime sipër në fushat për krijuar dhe një frymë pro-amerikane, bile më pro-amerikane se mund të jetë qeveria, domethënë. Për të marrë flamurin tani pro-amerikan, nga anti-amerikan që e kishin deri para pak kohësh dhe flamurin e sovranitetit. Por kanë treguar që në bazë ligjit shqiptar nuk kanë bërë deklarimet e duhura, nuk justifikojnë sasinë e parave dhe mund të kemi edhe pasim parash, por dhe investime nga persona të cilët mund të jetë problematik për Shqipërinë. Sasia është e tillë që duhet ishte nuk e pranon ligji shqiptar në raport me paratë që marrin nga buxheti, ka shkelur normën e një viti e tjerë, dhe është e tillë që do të ngritet dyshim pasi është disa herë më e madhe se kontrata më e madhe që ka qenë deri tani, ka thyer rekordet si kontratë lobimi në SBA. Ka thyer rekordet si kontratë lobimi. Po, ato variojnë nga $10.000 në muaj deri në 100.000. Kjo vajti për një herë 250.000 muaj. Pra është edhe thonë që kanë dhe kontratë tjetër, nuk është vetëm kjo kontratë. Vetëm pagesa 750 që është parapaguar që në prill, pra me në shkrimin e kontratës, nuk justifikon dhe e fut në belara edhe ato që kanë nënshkruar, edhe kryetarin e partisë, po dhe vetë partinë. Pasi edhe partia si person juridik duhet të mbajë përgjegjësi për këtë investim të jashtëligjshëm. Dhe unë kam bërë pyetjen fillimisht, pse të mos filloj me që kemi të bëjmë me një çështje që u hap publik, pse mos fillonte investigimi që në moment. Tani unë supozoj në bazë të kontrate dhe këtij investimi të jashtëligjshëm, që unë e kam në mënyrë padyshim që është jashtëligjshëm. Tani do ta vërtetoj gjykata, por pasi drejtësia, por për mua është jashtëligjshëm. Nëse ka pasur disa 1, 2 apo 40 mandate të ndikuara nga kjo kontratë, nga ky diskurs, si do veprohet me to? Pra ne po merremi me kontratën, por nuk parandaluam pasojat. Nëse do të ishte një parti e vogël dhe pa rëndësishme, se ne nuk i dalim dot nga ndikimi dhe partisë, po edhe mentalitetit tonë, duke qenë parti e madhe, mos na destabilizoj politikën e tjerë, ajo parti do të mbyllet patjetër me një vendim gjykate. Të paktën të pezullohet për disa vite. Kështu që unë shoh një bela tjetër për Berishën, është patjetër dhe ai implikuar këtu, jo vetëm pse me shërbimin, por është kryetari i forcës politike. Para se të kaloj të pastaj dhe për Flamur Nogën dhe persona të tjerë të cilët kanë investuar. A rrezikojnë ndonjë dënim? Patjetër. Sa mund të rrezikojnë? Po nuk tani po që pastim parash, pastaj shkon ke 15 vjeç. 15 vite. Se janë shumë të mëdha. Po unë mendoj që ka dhe kontrata të tjera dhe këtë ka thënë Berisha. Është thënë në publikisht me gjysmë zëri apo diku në herë dhe me gojën plot, që janë më shumë se janë minimumi 2 kontrata, po është pranuar që janë 3 ose 4. Shohim si i ka ndarë, por vetë Flamuri ka pranuar që ka qenë deri në fund të këtij viti dhjetor, por fakt ai që ka 2 vjet. Pra mund të kemi një kontratë tjetër deri në dhjetor. Pra mund të ketë një kontratë tjetër që është çështje përsëri çështje lobimi, duhet të jetë apo nuk dihet akoma asgjë. Nuk di të them. Diku lasivitare tha unë s'merrem me lobime, merrem me këshillime, tani na dalin në padhe lobimet, është regjistruar tek fara në Shtetet e Bashkuara. Pra do të kemi një investigim, të dyja palët besoj do të bashkëpunojnë shumë shpejt. Unë e kuptoj se si mund të shkojë kjo punë, po mendoj që nga vetë shuma do të kemi me probleme penale dhe duke thyer dhe vetë ligji amerikan, vetë shteti amerikan dhe departamenti i drejtësisë atje nuk i lë
duke pa shumë atilla që është jashtëzakonshme, pra shumë rekord atje, nuk do e lërë pa investiguar, pa e zbardhur deri në fund. Çfarë kontrata është? Në këtë kontratë, avokat, do doja më shumë të ma shpjegonit ligjërisht, duke qenë se është fusha juaj. Dhe zoti Berisha mund të jetë i cënueshëm apo përgjësia i ngelet vetëm flamuronës i cili ka si kryetari i këtij, ne kemi të bëjmë me një person juridik që ka një kryetar, që mban përgjegjësinë fund-fundi, pavarësisht që aty ka sekretar që mund ka firmosur. Ky sekretar ka qenë në dieni dhe publikisht, ka deklarata publike që ka bërë. Dhe ka përfituar pikërisht ky me këtë kontratë. Edhe partia që teton ky. Ky mban përgjegjësi si kryetari personit juridik, si shefi i madh i personit juridik që është PD-ja. Dhe kjo kontratë është bërë për gjatë kohës që PD-ja detohet për ti. Kështu që unë i shoh të dy në një problem tjetër tani. Në fakt, nëse qëndrojmë me këto zhvillime, Romeo, në anën tjetër ne shikojmë që në gjithë të problematik apo në gjithë të debatet forta, kalojnë e eshte në fakt urdhri ekzekutiv që firmosi Trump për Ballkanin Perëndimor, për persona non grata kur bën pjesë dhe Shqipëria. Çfarë në kupton ky urdhër ekzekutiv dhe çfarë mund të dinë edhe teleshikuesit pak më shumë, për shkak se kalojnë e eshte dhe nuk u trumpetua mediatikisht në atë formë për të kuptuar që a është kjo një linjë që e vazhdonte Biden, po e vazhdonte Trump, a është kjo një linjë që presidentët amerikan, pavarësisht se çfarë ndodh, ndjekin interesat kombëtare, a është ky një mesazh për personat që janë të shpallur non grata në Ballkan edhe në Shqipëri? Çfarë mekanizmi është ky urdhër ekzekutiv dhe çfarë mesazhesh donte tipte për realitetin ton? Një përshkrim i shkurtër historik. Pra, krye prokurori i parë në botë që ka dalë non grata është krye prokurori shqiptar. Lalla. Dhe ka qenë kohën e presidentës Trumpit. Edhe disa persona tjerë, pra Tom Doshi, Dako e tjerë, kanë dalë non grata pikërisht në atë kohë. Unë ka pas telefonata nga vetë avokata dhe janë personalitete në Amerikë, që janë habitur se çfarë ka ndodhur me Shqipërinë, që krye prokurori parë në botë non grata del nga ju, nga vendi juaj. Pastaj ka dalë president, kemi pasur Nicaragua më pas e tjerë, e cili dhe është arrestuar. Edhe i dënuar bile. U vazhdua me Bidenin. Tani rivazhdohet prapë me qeverinë e Trumpit dytë. Pra nuk kemi një përmbysje sipas shpresave që kanë pasur klanet ndryshme politike Shqipëria për persona ndryshëm, nuk kemi një përmbysje. Pra ato non grata atje nuk i ka dhënë Sorosi sipas pretendimeve të tyre, nuk i ka dhënë Shteti Amerikan sipas ndikimit të qeverisë shqiptare, po aty kemi edhe persona që kanë ndikim qeverisë shqiptare dhe është dhe një paralajmërim për qeverinë shqiptare. Disa non grata tjera janë dizenjuar nga Departamenti i Thesarit. Unë prandaj kam bërë dhe një foto aty. Tu dizenjohen thash non gratat, kanë ardhur edhe në 4 nëntor të vitit 2022. Kanë ardhur disa non grata edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe për Bosnjën dhe për Shqipërinë. Ata flasin për destabilitet në Ballkan. Dhe gjitha persona që për ne njohim si hajdut ordiner me kostum politik dhe asgjë tepër, të lidhur me krimin, po që në vërtet janë forca destabilizuese. Fuqia e tyre, influenca e tyre ka bërë që këta persona dizenjohen si persona me fuqi të mjaftueshme të destabilizojnë politikën e Ballkanit, të imponohen në institucione, të kenë influenca të jashtëligjshme, të emërojnë njerëz kudo, të shtrihen koncesione, privatizime në tendera, investime publike në për trafiqe e tjerë. Kështu që ajo që më bën përshtypje është një fjali që duket si e thatë, të përdoren mjete të tjera, pra më efikase. Të përdoren mjete më efikase. Dhe besoj që edhe me njoftimet që bën sot po Departamenti i Shtetit, edhe ambasada, se gjitha këto lidhen edhe me trafikun, ata po e vendosin në qendër të vëmendjes si trafikun dhe korrupsionin. Dhe nuk mund të ketë vende që mbyti nga trafiku narkotikëve
pa qenë korruptuare. Janë bashkë, edhe konflikti i interesit shkon bashkë, edhe shpërdorimi i detyrës shkon bashkë. Kështu që unë mendoj që ne do jemi jo vetëm një e rëndësishme është që ne të bëjmë një katarsis si popull. Një katarsis si popull. Si popull, për qasjen tonë. Ne du të heqim dorë nga pasurimi i shpejtë. Nga ëndrrat për t'i zgjidhur punët me rrugë të jashtëligjshme. Ne du të shohim vërtetën sy. Nuk mund të ndërtosh jetën tënde në kurisë fatkeqësisht të një tjetri. Qoftë duke helmuar me trafikin narkotikësh, qoftë duke i ndërprer karrierën me intrigë, qoftë duke vjedhur punën e tij, duke vjedhur pronën e tij, duke vjedhur drejtën e tij në një treg të lirë, gjithsesi i lirë, e gjitha format e tjera. Për këtë arsye se në fundit kjo është sfida e demokracisë ku një i drejtë